Shkollat shqiptare po hynë në një epokë të re digjitale, me ndryshimin e kurrikulave që do të nisin në shtator të vitit të ri akademik. Fokusi nuk është vetëm te programet mësimore, por edhe në trajnimin e mësuesve për sa i përket përdorimit të inteligjencës artificiale dhe teknologjisë. Deri më tani, 2409 mësues të të gjitha profileve në arsimin parauniversitar janë trajnuar në programin kombëtar të zhvillimit profesional lidhur me sfidat e arsimit modern. Trajnimi ka filluar në muajin prill dhe do të zgjasë deri në muajin dhjetor, duke përjashtuar periudhën e verës, për të përgatitur mësuesit për të qenë më të aftë me ndryshimet e kurrikulave të klasës së parë, të klasës 6, klasës 10, jo vetëm me temat e reja apo konceptet e reja, por dhe me përdorimin e metodologjive të reja të mësimdhënies, me përdorimin e teknologjisë. Drejtori i Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Parauniversitar thekson se tekstet e reja do të shoqërohen edhe me platforma digjitale, ndërsa teknologjia tashmë është pjesë e pandashme në sistemin arsimor. Tekstet e reja që pritet të publikohen në shtator dhe të ndahen me gjithë trupën arsimor dhe me gjithë fëmijët, do të ofrojnë platforma digjitale, që deri në vitin 2029 ne ta përfshijmë AI-n edhe në edukim, kryesisht duke filluar me një përdorim etik të AI-t, që është pjesë e paketës së trajnimeve. Ndërkohë, eksperti i arsimit Irsa Ruçi vlerëson se trajnimi është i domosdoshëm për integrimin edhe të mësuesve me teknologjinë në mënyrë që përdorimi i inteligjencës artificiale të përcjellet në formën e duhur. Mësuesi të integruat me teknologjinë e informacionit, mësuesi ta njohë inteligjencën artificiale në mënyrë të tillë që t'ia përcjellë nxënësit sa më saktë për të bërë pasaj ato filtrat e nevojshëm që duhet të ndodhin në sistemin arsimor. Pra nuk vlen vetëm inteligjenca artificiale, vlen që ajo inteligjencë të përdoret me zgjuarsi nga të rinjt. Sipas të dhënave, trajnimet zhvillohen me pjesëmarrjen e rreth 200 pedagogëve nga 9 universitete të vendit. Trajnimet përfshin gjithashtu shërbimin psikosocial, mësuesit e diasporës dhe ata të gjuhës angleze.